Mirë, fillojmë pa humbur kohë, do të flasim tani për vendimin e dieshëm që u mor në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste për mos dhënien, me sa duket, autorizim SPAK-ut për arrestimin e zëvendës kryeministres, por edhe për zhvillimet e tjera politike. Kam në studio deputetin e Partisë Socialiste, Ardit Bido. Bido, përshëndetje dhe faleminderit. Faleminderit për fletë. Gjithashtu avokatin Leonard Karaj online. Karaj, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit. Faleminderit. Bido, pse ky vendim i grupit parlamentar të Partisë Socialiste duke u nisur nga fakti se socialistët, madje keni rrahur gjoksin se edhe kryeministri ka thënë se pa Partinë Socialiste nuk do të kishte SPAK. Dhe kjo është e vërteta. Dhe nuk ka të bëjë fare me Po SPAK-u dje me atë vendim. Shiko, ne duhet sepse në zhurnajën publike, edhe në luftën politike që ndërthuret pastaj edhe me analistët, duhet të ndajmë dy momente. Momenti parë ka të bëjë me punën e SPAK-ut dhe punën e GKK-s, pra edhe punën e gjithë prokurorive dhe gjykatave në vend, të cilat sot, për shkak të reformës në drejtësi, një elementi së cilës ka qenë dhe heqja e imunitetit të gjithë funksionarëve zyrtar përfshi edhe deputetin, nuk ka mundësi politika që të ndaloj asnjë hetim. Për ta kuptuar publiku dikur, përpara ndryshimeve, në mënyrë që të mundet të hetohej deputeti, që në mënyrë që të mundet që të le të marrim një shembull, nëse përpara reformës në drejtësi, në komunikimet të cilat kanë qenë në përgjim me vendim gjykate, dilte një deputet i cili fliste, atëherë ndërpritej me njëherë përgjimi. Sot nuk ekziston diçka e tillë. Sot prokuroria ka të drejtën të hetojë, ka mundësinë pra të hetojë pa ndërhyrje politike, ka mundësinë që të ngërë akuza, ka mundësi që të marrë gjithë masat e mundshme paraprake me përjashtim të arrestit shtëpiak dhe arrestit. Kërkoj pra prokuroria të kërkoj masat dhe... Ta përfundoj. Po, përfundoj. Përveç arrestit në shtëpi dhe arrestit me burg, ka mundësi që të zhvilloj hetimin dhe të marrë gjithë masat e tjera pa nevojën e ndërhyrjes, pa nevojën e dhënies së një autorizimi nga kuvendi. Kushtetuta i ka lënë kuvendit vetëm autorizimin për arrest shtëpie, autorizimin për arrest me burg dhe kontrollin e banesës. Këto janë tre elementet e vetme, edhe sipas interpretimit që ka bërë gjykata kushtetuese, të cilat sot i ka kuvendin dorë. Në këtë kuptim, pyetja që bëre nuk qëndron. Pra nuk qëndron pyetja. Nuk qëndron pyetja nëse mbështetet SPAK-u apo jo, sepse SPAK-u ka mundësinë të vazhdojë. Po doni ju mbështetet? Nuk thashtë. Po mirë pra. SPAK-u ka mundësinë të vazhdojë hetimet, ka mundësinë të ngrërë akuzë, ka mundësinë që të vazhdojë dosja në gjykat dhe të merret një masë finale. Për elementin e dytë, që ka të bëjë me arrestin e shtëpisë dhe arrestin me burg, është kuvendi i cili ka të drejtën të japi ose jo autorizimin në varësi të rrethanave. Në këtë pikë, unë dua të shpreh mendimin tim personal në radhë parë, si një person i cili pa qenë në politikë, kur isha në politikë dhe si ishte ky diskutim, e kam ngritur në parlament këtë në muajin shtator, besoj se dhënia e masës arrest me burg dhe arrest shtëpie, po veçanërisht me arrest me burg, është bërë bukë e djathtë në këtë vend. Dhe ne kemi vendimet Strasburgut, rasti Gëllçi, kemi vendimet gjykatës kushtetuese, rasti Berisha. Vonë u kujtuat. Dhe njëherë, unë të them qëndrimin tim personal, i cili është i kahershëm. Kemi raportin e Këshillit të Evropës, që e vendos këtë alarm në Shqipëri, që është vendi vetëm ku të paraburgosurit janë më shumë se sa të burgosurit në kuvend. Dhe nuk kemi kujtuar vonë, sepse përveç të them që qëndrimin tim të kahershëm, dhe Partia Socialiste e ka ngritur këtë çështje, veçanërisht pas daljes të raportit të Këshillit të Evropës. Vendimi i dieshëm ishte politik, Bido, se ju se keni lexuar ato 16.000 faqet aty. Po kjo është egzagerim vetë 16.000 faqe. Po mund të jenë më pak, po, nëse keni lexuar. Thjesht keni marrë vendimin me ngritje dore. Dosjet e tenderave që janë kundërshtar. Okej, Nardi. Po më lejo, do më lejosh të mbaroj logjikën. Nuk di të flas shkurt. Ka qenë qëndrim të paktën me daljen e Këshillit të Evropës, që është e papranueshme realiteti që ne kemi dhe kemi pasur për shembull anormalitet të dy, që kemi pasur amnisti penale të vijueshme, pikërisht sepse janë të mbushur burgjet. Në këtë kuptim, përtej vendimit të dieshëm politik, që nuk jepet autorizimi për gjitha argumentet që u dhanë dje, po unë do të qëndroj tek njëri prej argumenteve, që arresti me burg nuk mundet jetë bukë e djathtë nga prokurorët. Unë shoh që kemi dhe disa zhvillime të tjera pozitive, siç është që gjykata kushtetuese është vendosur në lëvizje,
që të ndryshojë një vendim unifikues që është prej vitit 2011 nga Kolegjit e Bashkuara të gjykatës, gjykata e lartë, më falni, Gjykata e lartë. të gjykatës Është ironi lartë, në prill. në mënyrë që ne të ndryshojmë këtë lloj mentaliteti, i cili është mentalitet inkvizitor, mentalitet i cili na vjen përpara vitit 91 dhe që duhet që të jetë në përputhje me siç e kemi të shkruar kodin penal. Ne kodin penal. Ja, dhe Karajn. Po mirë, ta përfundoj logjikën. Po, se do flasësh ke minuta sa duash. Po mirë, do ta dëgjoj dhe Karajn, po unë dua ta përfundoj një logjikë. Unë e kuptoj që ti do skupim, po unë dua të bëj interpretimin. Skupim, më sot. Pra, kemi një moment që ne do zoti, Kolegji i Bashkuara të Gjykatës së Lartë, bëjnë një interpretim ashtu siç duhet, në mënyrë që kodi penal, siç është i shkruar, të fillojë të zbatohet në këtë vend dhe të jemi ngjashëm me çdo vend tjetër, me cilin do vend tjetër, ku jo për çdo gjë vendoset masa arrest me burg, por vendosen masa të cilat janë proporcionale dhe që të mos kemi këto pastaj kthimen nga gjykata e Strasburgut, nga gjykata kushtetuese dhe këtë alarm që ngre Këshilli i Evropës në rastin shqiptar. Karaj. Nertil, anis pak nga fundi. Njeriu, Vetëm pak audio në studio për Bidon, po. Njeriu që i ka sulmuar jashtëzakonisht shumë, po shumë fare, drejtësinë, dhe që ka bërë kinse me gjasme, duke e hedhur hi syve gjithë shqiptarëve, sikur ai ishte Skënderbeu i mbrojtjes së drejtësisë, e ka emrin Edvin Kristaq Rama. Unë nuk i ki larg në kohë, por kujtoj 2014, 2015, 2016, ku fjala purg ishte një në 5 fjalë të Edi Ramës. Këtu unë personalisht kam një 20 vjet avokat. Dhe ditë të them domethënë që në gjithë, le të themi, eksperiencën time si avokat, e kujtoj me një lloj ngadhnimi kohën kur me qindra njerëz, qytetarë të këtij vendi, shkonin për drita, për ujë, për leje, ndërtimi, për gardhet, shkonin në burg, nga qeverisja e këtij zotërisë që sot vazhdon të jetë akoma kryeministër. Ai mund të jetë kryeministër deri në vitin 2040. Nuk e zgjedh unë dhe nuk e heq unë. Janë shqiptarë që e votojnë atë dhe përderisa e votojnë, ta mbajnë, i them unë. Por ama, të vërtetat duhet i themi në sy ashtu siç janë. Tani, zoti Bido aty, nuk kam asgjë personale që mos më keq kuptojnë, po e bëjmë, le të themi, një lloj debati qytetar para sa kemi të mundur. Si juve, zoti Bido dhe unë, përpara një organi akuze apo përpara një gjykate, teorikisht jemi të barabartë. Ligji kështu thot. Jemi të barabartë. Pra, si kundër juve, deputet i Kuvendit Shqipërisë, si kundër unë, qytetari këtij vendi, kur shkojmë përpara drejtësisë, teorikisht jemi të barabartë. Duhet të jemi të barabartë. Tani, ti dhe unë, po ta kishim bërë, po unë, jo ti, po ta kisha bërë unë atë që ka bërë zonja Balluku, sipas pakut, edhe njëherë, sipas pakut, sepse zonja Balluku është e pandehur, nuk është personën e tim. Ka një status totalisht ndryshe. Po pra, ndryshon. Pra, që për të kuptuar ata që na shikojnë, statusi i pandehur presupon që për organin e akuzës, zonja Balluku është fajtore. Sigurisht fajësia vendoset në gjykatë, fajësia dhe pafajësia. Po për organin e akuzës, në momentin ku merret e pandehur, ajo është fajtore. Dhe tani unë kthehem raps dhe them, larg qoftë o Zot, të isha bërë unë 1/10 në atyre akuzave që ka zonja Balluku, 9 herë shkelje të barazisë në tendera. 9 herë, jo 1, jo 2, jo 3, jo 4, jo 5, 9 herë shkelje të barazisë në tendera. 35 vjet në mënyrë kumulative të veprës penale. Jo, në mënyrë kumulative, se thash unë Bido, dhe unë jam kundër kësaj idee. Po mirë, sepse është egzagerim. Po sigurisht. Për zgjedhja e akumulatives nga sa është realisht masa për një vepër, është për të krijuar opinion. Po pra, sigurisht ajo, sepse unë jam avokat. Po shmangë në raport me avokatin, unë jam dhe subjektiv në gjën, sepse do të rresh gjithmonë nga avokatia, nuk do të rresh nga prokuroria. Për mua prokuroria është palo, Bido. Unë jam gjithmonë kundërshtar me ta. Por ama të zezët nuk i thënë do të bardhë, të bardhës nuk i thënë do të zezë, është problemi madh ky për mua. Dhe unë them ty, në qoftë se sot zonja Belinda Balluku mbrohet me istikam nga Edi Rama, unë nuk arrit do ta kuptoj se çfarë nga kese penale pas kësh pasur më të lartë Sali Berisha në 2024,
kur Juve, jo Juve personalisht, po grupi parlamentar i Partisë Socialiste, ja hoqi atë mandatin e deputetit për 1 minutë, tha zoti Çuçi. Ne na duhet tha 1 minutë kohë për ta bërë një gjë të tillë. Tani unë e mirë kuptoj qasjen tënde qytetare, dhe politike po të duash, edhe si deputet për pozicionin që ke që, shiko, janë bërë ca gabime me të rënda në të shkurën, hajde tani ti rregullojmë. Sigurisht mo. Masat e sigurimit personal janë një gjë e kopshme për Shqipërinë. Bravo, thuaj. Ashtu. Po problemi është, Bido, që unë si avokat, edhe një shumë avokat të tjerë, kemi një 10 vjeç që i themi atij zotnisit ka zgjedhur ty që kemi për kryeministër. Kanë zgjedhur që o qytetarët. zotëri nderuar, po, nuk mund të sa i thonë më ka çu lala me lagojën, Bido, po s'është kështu. Sepse personi që ka qenë kundërshtar i kryesor ndaj reformës në drejtësi, me llafe ai ka alar e ka shplar, por sot e ka fakt të kryer. Dhe është fakt që sot zoti Edi Rama, grupi parlamentar i Partisë Socialiste, ka vendosur një standard. Neve nuk kemi më 4 shkallë gjyqësore për mendimin tim. Pra, gjykatën e shkallës parë, gjykatën e apelit, gjykatën e lartë, gjykatën kushtetuese. Tani kemi edhe një shkallë të 5 që është grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Ky është një fakt. Ky është një fakt. Ta pranoni apo jo? Juve, ja ta mbyll tani, të lutem ta mbyll. Tani unë thash dhe një herë tjetër, personalisht, për shkak të avokatisë që bëj, po të kisha qenë avokati i zonjës Balluku, do ta mbroja me istikam dhe për këtë mos ki dyshim, për te bindjeve të mia qytetare. Por ama, o zotëri nderuar, unë nuk mund të pranoj që të tjerët të shkojnë kokra e plumit në burg, Ilir Beqaj, Erion Velie, Sali Berisha, Ilir Meta, Lefter Koka e 1001 të tjerë, të cilët për mendimin tim ka ngarkesë penale shumë herë më të ulët se sa Belinda Balluku, dhe kjo zonja vetëm e vetëm sepse preket Edi Rama do duhet të mbrohet me istikam. Kjo është gafa më e madhe politike që keni bërë, keni për t'ia pa hajrin deri në qershor, sepse do keni përballë Brukselin zyrtar dhe Washingtonin. Po ky në Rama juaj është mësuar me pirueta, do bëj prap piruetën e radhës, po do jetë me kosto për shqiptarët, jo më për ju. Bido. Në muajin tetor, dhe këtu unë besoj se e pa sinqert avokat. Në muajin tetor unë kam dalë në parlament në një moment që nuk flitej, nuk ekzistonte çështja Balluku, në një moment që nuk ekzistonte asnjë çështje e nxehtë, dhe kam folur në parlament në moment që kanë raportuar institucionet e drejtësisë mbi këtë absurditet, shkelje të drejtë për drejtë të drejtave të njeriut, që bëhet jo nga kodi penal, se kodi penal është i qartë, po bëhet nga mentaliteti dhe nga praktika penale, nga politika penale e cila na vjen nga një mentalitet i vjetëruar i periudhës së komunizmit që ka zgjatur deri më sot. Që arresti me burg në vend të ishte masa ekstreme, është masa e parë. Në tetor, as ju si televizion se kapët këtë gjë, u transmetua si shumë pak, as debat publik nuk ishte, as gjë prej gjë. Pse? Sepse ne jemi të mësuar në këtë vend që çështjet cilat janë themelore për të drejtat e njeriut, për demokracinë, për jetën qytetare, për shmangjen e frikrave artificiale dhe frustrimit artificial të shoqërisë, të mos i debatojmë. Dhe të futemi debatojmë në bazë të rasteve. Dhe them se është i pasinqert avokati këtu, sepse jam i bindur që ka të njëjtin mendim me mua. Që ne kemi masa ekstreme të cilat nuk vinë nga si është shkruar kodi penal dhe rridhimisht s'ka çobi parlamenti aty, nuk vinë nga le themi vepra penale, se në rastin konkret, prandaj thash është egzagerim se vepra penale parashikon deri në 5 vjet burg, në mos gabohem, deri në 4 vjet burg dhe 35 i akumulative është thjesht për të krijuar këtë egzagerimin publik, për të krijuar një opinion publik. Jo, është 9 herë. Është 9 herë. Po, akumulative nuk jepen si rregull akumulative të këto lloj veprash penale, dhe nëse dënohesh për të nënda një kosim, nuk dënohesh ndonjëherë 35 vjet. Bido, nuk do të thotë në ndëry, nuk do të thotë që Spaku mund të shkojë aty dhe të kërkoj 4 vite burg. Nuk ndodh. Si gjithë sinqert që nuk ndodh. Nuk ndodh që Spaku të kërkojë akumulative. Po ishte një emër tjetër dhe jo Balluku. Të njëjtin vendim do të marrë. Kam deklaruar në vimësi unë personalisht vendim grupi, jo individi. Dhe që po thua, do të duhet të më gjesh një rast i cili ka ndodhur ndryshe, sepse rasti i Sali Berishës nuk është i tillë. Sali Berisha është dhënë autorizimi sepse nuk ka zbatuar vendimin e gjykatës, që në kuptimin e procedurës penale, në kuptimin e gjitha traditave të vendeve perëndimore në politikën penale dhe në kuptimin e kodit penal ton,
është automatikisht dhënia autorizimi. Sikurse është automatikisht dhënia autorizimi nëse ke një vepër të rëndë penale, sikurse është dhënia autorizimi automatike nëse ti ke pasur një vepër penale, je dënuar merë dhe je shmangur drejtësisë. Pra, ka sa raste të cilat dhënia autorizimit është me një herë. Në rastin konkret, nuk plotësohet asnjë nga kushtet për dhënien e një. Po pse plotësohet asnjë nga kushtet? Sepse, po mirë më tani, unë brej një sqarim kaq të gjatë, e di unë e ke qefti burgun. Jo, mor zotri, jo. As kush nuk e ka qef burgun, më çfarë? Nëse nuk e ke, është shumë e rëndësishme që në një moment ne si shoqëri, nëse jemi shoqëri e cila mendon se unë jam me këtë ide që po thua ti, prezumimi i pafajësisë duhet jetë mbi të gjitha. Dhe jo një shoqëri që kërkon gjakun dhe pastaj kur i vjen te vetja ulëret, kur i vetet e kundërshtari thot sa bukur që është, ne duhet bëjmë ca debate serioze në këtë vend. Dhënia e masës Ares me Burg dhe Ares Shtëpie është sipas gjykatës Strasburgut, gjykatës kushtetuese, sipas Këshillit të Evropës, një anormalitet në Shqipëri. Duhet kundërshtojnë diçka tjetër që tha zoti Karaj. Ta përfundoj lutem. Duhet kundërshtojnë diçka tjetër që tha zoti Karaj, i cili tha që kjo është shkallë 5 gjyqësore. Nuk është e vërtetë. Jo më kot kushtetuta në Gjermani, në Francë, kushtetuta ka imunitet deputetit. Pra nuk kalon atje as për hetim. Jo, s'është e vërtetë. Nuk është fare e vërtetë. Po ta përfundojmë. Mos thuaj gjëra që nuk ekzistojnë. Po ta përfundojmë. Ata japin dorëheqjen. Po ta përfundojmë burr. Në Greqi, në mënyrë që të mundet të nisi hetimi, duhet parlamenti të caktoj dhe akuzat e mundshme. Po mos na merrshëm u Greqi, marrim këto vendet e tjera. Po vend perëndimor është dhe Greqia. Po është ka qenë. Po të them një nivel më ekstrem që ti parlamenti cakton edhe akuzat e mundshme që mundet ta hetojë prokuroria. Te ne s'është ky realitet. Te ne hetimi është prerogativ vetëm e prokurorisë pas një ndërhyrje nga politika. Jo më kota ma kushtetuta përcakton një instrument i cili është instrument kushtetues jo gjyqësor. Jo gjyqësor, prandaj është prap abuzim të thuhet shkallë 5 e gjyqësorit. Një instrument kushtetues që për interesin e demokracisë është kjo, nuk është për intereset personale. Pra imuniteti dhe mosdhënia autorizimi nuk bëhet për efekt të individit, bëhet për efekt të funksionimit të strukturave parlamentare dhe mos pasjes së frikës nga përfaqësuesi i popullit që të shprehi qëndrime e kështu me radhë. Në këtë rast kushtetuta përcakton që është atribut ekskluziv i kuvendit që të vendosi ose jo dhënien e autorizimit dhe nuk ka asnjë detyrim, asnjë moralisht kuvendi duhet ta japë apo jo? Pavarësisht kushtetutës. Për mua, kuvendi nuk duhet të japi asnjë lloj autorizimi i cili bjen ndesh me Konventin Evropian e Drejtave të Njerëzit, me gjithë seksionin e drejtave të njerëzit që ne kemi në kushtetutë. Se janë çmendur gjithë prokurorët e SPAK-ut tani që kërkuan këtë gjë. Ne kemi një politikë penale në të cilën, siç tha me të drejtë Karaj, përpara 8 vitesh, para burgimi për efekt të dritave dhe të ujit ishte buke djath. Nëse kryeministri i Shqipërisë asaj kohe thoshte burgu është për veprën penale. Burgu është për vjedhjen e energjisë pra në rastin konkret. Dhe atje ka burg. Kur vjen fjala te para burgimi, te masa e sigurisë, ajo është... E ke gabim o bida po abuzon, të lutem. Pse? Të lutem po abuzon. Pse? Pse po abuzon? Sepse unë po të them që po flas me përgjegjësi shumë qytetare, të lutem, unë kam pasur me 10 raste të tilla, për të cilat ju po flisni tani, pra drita, ujë, më the tash gjëra të këtij tipi, të cilat kanë shkuar për masa sigurimi personal. Unë po flas për masa sigurimi personal, unë nuk po flas për dënimin. Masa sigurimi personal kush jep, kryeministri? Jo, kryeministri aso kohë fliste për këtë. Për çfarë? Kryeministri aso kohë fliste pikërisht për këtë. Fliste për burg. Dhe ne kemi... Unë nuk abuzoj me fjalën, të lutem. Politikën e bën ti, unë nuk e bëj. Unë nuk bundet të futet te politika jote, prandaj nuk jam as politik. Po sinqert te profesioni jot, burr. A është abuzimi i drejtave njerëzit kjo që ka ndodhur në Shqipëri nga 91 deri më sot? Absolutisht po, mos. Si do ta them, ç'a gjuhë? Ç'a gjuhë ta them? Po pra, po pse sot ti je kundër? Të lutem. Se unë të them dhe në tetor kur ishte kjo çështje kam ngritur si çështje. Dhe vjet që isha deputet e kam ngritur si çështje. Ti pse s'e ngre? Atëherë të shkonte më shumë. Dhe atëherë të shkonte edhe më shumë madje kur e thoshe këtë gjë. Po. Se të ka ndjekur. Po. Ashtë. Po e them sot, se unë sot do kem qëndrim ndryshe nga sa kisha. Shumë mirë. Atëherë, priti sekond, qëndrimi ndryshe do ta kesh sot, sepse je një njeri politik. Dhe duke qenë një njeri politik, zotëri i nderuar, për mendimin tim, se unë nuk mësoj se çfarë do bësh ti, ke gjithë drejtën e Zotit ta mendosh si duash ti.
Ti dhe gjithë grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Nëse ka një të vërtetë reale për këtë dhe këtu uroj që regjia aty dhe Nertilit mos na bëjnë lajm mua këtë, është fakti që ju nuk e se po shkelni ligjin ore. S'doni më ta jepni, ashtu e mendoni. A duhet t'i dhënë? Jo, pyetja është a duhet dhënë. Se ti ke qëndrim të njëjtë me mua që është abuzim. Atë më dëgjoj një sekond. Unë mendoj kështu. Duhet të dhënë për çdo secili nga ju që jeni në atë kuvend. Ky është mendimi im personal. Pra duhet e nga kushtetuta. Po, në qoftë se duhet e nga kushtetuta. Po, pra, ta disha them. Në qoftë se do që të shkosh në rrafshin juridik të fjalës, kuvendi nga ana juridike e ka më drejtën të thotë dhe po edhe jo. Juridike, morale dhe politike nuk e ka bido. Jo, po prit pak. Të lutem Karaj, se dua të qëndroj pak këtu. Ti do më thuash mua ose që ne duhet të bëjmë ndryshime kushtetuese dhe t'ja heqim këtë prerogativ kuvendit, sepse nuk ka vendimarrje automatike, nuk ekziston kjo gjë. Vendimarrjet janë gjitha politike. Ose duhet të bëjmë ndryshime kushtetuese dhe s'duhet ta ketë kuvendi të drejtën të japi autorizim në raste të tilla, ose që është e drejtë që të jepet autorizimi në rastin konkret dhe bie ndesh pastaj me qëndrimin që ti ke pas ka herë dhe qëndrimin që un kam pas ka herë. Për ta përfunduar, lutem se do dëgjoj. Për ta përfunduar. Sepse abuzimi, po e theksoj edhe një herë, me drejtat e njeriu, që nuk është rasti i Sali Berishës, se Sali Berisha kishte mos zbatim vendimi gjykate. Nuk është rasti Fredi Belerit, sepse Fredi Beleri kishte 6 vite i cili kishte pas një vendim dhe ishte shmang drejtësisë. Nuk janë disa raste të tilla politike që nuk janë, por gjitha rastet e tjera, disa prej cilët i përmendu dhe ju, që nuk janë vetëm të Partisë Socialiste, po janë edhe të partive të tjera. Janë si pasojë e një mentaliteti, ta mbaroj se do dëgjoj. Janë si pasojë e një mentaliteti dhe një politike penale që vjen në kundërshtim me liritë dhe drejtat bazike të njeriu. Dhe nëse ti më thua që unë që kam pasur këtë qëndrim ka hera, dhe që Partia Socialiste prej momenti që ka dalë raporti Këshillit të Evropës ka këtë qëndrim politik, ne duhet që të shkelim mbi parimet të cilat janë të përbashkëta dhe duhet kishte edhe Partia Demokratike dhe votojnë pro shkeljes së drejtave njeriu që në një instrument kushtetues që i është dhënë parlamentit, atëherë ma thuaj këtë. Të lutem, Bido, unë me ty nuk kam asnjë gjë personale dhe të lutem mos më keq kupto. Të thash personal, më qëndrojmë te idet. Jo, absolutisht. Po prandaj po e them sepse duhet të kaloj në një qasje krejt tjetër. Tani me këtë që sa po them më përpara, po më tregon sikur Partia Socialiste është ajo Virgjëresha që ka ndërtuar shtëpi publike dhe thonë me Virgjër. Partia Socialiste është dëmi më i madh që ka bërë këtij vendi, më zotëri. Ky është përmendimi tim, sidomos në këto 7-8 vitet e fundit. Ky është qendrim politik, ç'lidhje ka kjo me këtë abuzim drejtave njeriu? Të lutem. Nëse më thua që 140 deputet të Kuvendit të Shqipërisë, ignorant po të duash, më quaj, në 2016 votuan për të ndërtuar këtë drejtësinë e re, për cilën unë kam 1001 të zeza. 1001, se unë i vuaj si qytetar dhe si avokat kush e përdit në gjyqe. Se janë 200.000 dosja aty, Bido. Edhe këtu neve na çahet barku për Belinda Ballukun, por ti nuk e di që janë 200.000 njerëz, të cilë 200.000 qytetarë aty që vuajnë për ditë. Unë në tetor kanë folur për ata 200.000 ore. Unë në tetor që kanë folur në parlament kanë folur për ata 200.000. Ti si deputet për pjesën që të takon ty aty në Saran, apo në Delvin ku je deputet për zonën që përfaqëson. Sigurisht që duhet të flisnin për këtë gjë. Po kanë folur pra. Ti më thua që në tetor që kanë folur për 200.000 dosje bëra mirë, tani duhet të ndroja qëndrimun, se është rast tjetër ky. O Bido, të lutem o burr. Edi Rama nuk ka dalë në njëra aty dhe të thotë domethënë që shiko si është e mundur, si mundet ta ulim këtë stokun e dosjeve ne. Edi Rama ka dalë aty vetëm për Erion Velien, për Ilir Beqajn, për Belinda Ballukun sepse nuk e ka problem në qytetarët. A e pa vërtet, ose po më tregon një herë vetëm kur ka dalë. Do të them. Ma tregon një. Do të them. Ma tregon një. Mo ta them. Një herë të vetme. Po do ta them. Në tetor. Se po të pres. Në tetor, ku ka qenë raportimi i institucioneve kushtetuese dhe institucioneve të pavarura në parlament, përfshi dhe institucionet e gjyqësorit. Nuk ka qenë vetëm qëndrimi im, po ka qenë qëndrimi shumë kolegëve të mi, të cilët kanë folur edhe për stokun e gjykatave, që është një kompetencë, po ju akujtoj, e Këshillit Lart Gjyqësor. Kemi folur edhe për arestin me burg, që këtë s'ke ku ta kapësh drejt që e mori, se dhe në kod penal është i qartë, dhe në raport është i qartë, dhe për ne që merremi, unë merrem me drejtat e njeriu, ti merresh me aspektin juridik, është i qartë. Pra është e tmerrshme çfarë ndodh. Dhe është pjesë e një mentaliteti. Ju kandidat juve. Si?
ju kanë inat juve si majorancë. Prandaj ua bëj. Nuk thash të. S'ka ndodhur vetëm ndaj eksponentëve të Partisë Socialiste. Ka ndodhur dhe ndaj eksponentëve të partive tjera, po mbi të gjitha ndodh çdo ditë ndaj qytetarëve të zakonshëm të këtij vendi. Çfarë ka bërë Partia Socialiste për ta ulur këtë stokun? Bravo. Ja, po se këtu do kalojmë të them pak më vonë të stokut, qëndrojmë tek masat të cilat ne biem dakord që janë anormale. Çfarë ka bërë Partia Socialiste është që vendimin e Këshillit të raportin e Këshillit të Evropës mbi paraburgimin e ka ngritur si çështje politike të vijueshme, sepse Partia Socialiste nuk ka hapësirë që të bëjë ndryshime me kodin penal, se kodi penal është i qartë se kur jepet masa arresti me burg, dhe është politika penale që nuk është pjesë e qeverisjes edhe parlamentit, po është pjesë e organeve drejtësisë që abuzon me çështjen me këtë politikë penale. Thjesht ta përfundoj pra, se më bëre një pyetje, më lejo ta përfundoj, se do të dëgjoj dhe unë. Po unë të dëgjoj pra, po mirë, do hesht, të lutem, do hesht. Të premtoj që do hesht, më lejo të ta them pra, sepse më bëre pyetje, do hesht pastaj. Por më bëre një pyetje, po them që politika sot në këtë vend nuk ka hapësirë ligjore, sepse kodi penal është i qartë, se kur jepet masa arrestit me burg. Dhe e ka ngritur si çështje politike, e kemi ngritur si çështje edhe ndaj organeve drejtësisë, në radhë parë për qytetarët e zakonshëm këtij vendi, pastaj për eksponentë politik që në masën ndërmuese janë të Partisë Socialiste, po ka dhe të partive të tjera, të cilat kanë kaluar këtë fill. Dhe e treta, në rastin e parë që ka ardhur që të vije në zbatim instrumenti kushtetues që është vullnet politik, në këtë rast, vullneti politik i Partisë Socialiste është i njëjtë me sa ka qenë dhe në retorikë publike, është i njëjtë si ka qenë edhe në mendimet e tua dhe të mijat dhe të gjitha atyre që merren me drejtësinë, jo me përjashtim të mentalitetit të një pale, që ky është abuzim dhe nuk mund të vijohet në këtë vend kështu. Prandaj unë them që lajmi më i mirë i ditës sot është ajo çfarë ka ndodhur nga gjykata e lartë, që të mbyllet kjo plagë e rëndë ndaj gjithë qytetarëve shqiptar, të cilët për një vepër penale e cila është minore, sikurse në fakt rastis dhe akuza në rastin konkret, sepse minore është deri në 5 vite burg më ndihmon, se si jam jurist. Si minore me zvëns kryeministë, ministre. Jo, po them si mas, si vepër penale. Si vepër penale është minore, ndaj këtyre rasteve ti nuk mund të vazhdosh më me këtë politikë më që ti për djem të rinj të cilët kapen me 2 gram hashash për përdorim personal. Fëmijë, jo fëmijë, po në kuptimin mbi 18 vjeç, po të rinj, të cilët për shkak të një aksidenti pa pasoja apo për shkak të ecjes me shpejtësi merren dhe plasen në burg, vetëm në këtë vend ndodh. Dhe duhet që të jemi të sinqertë me këtë lloj problematike, si kur është ndaj qytetarëve, ashtu kur është dhe ndaj politikanëve. Do të jemi të njëjtë. Hajde të vendosim një standard. Jam dakord. Të lutem. Bido të lutem, duke qenë se je kuvendar, një sugjerim modest, shumë modest, pastaj po deshe dhe çoj edhe si i nismë aty në parlament. Jo unë kam thënë 4-5 herë, po e rritem përpara 2 muajsh e bëra një herë. Për të ulur stokun e dosjeve dhe për ta çliruar drejtësinë, ju duhen 25 milion euro. Nuk është qesharake kjo që po u them. 25 milion euro. Do mjaftonte që qeveria të nxjiste nga buxheti vet 25 milion euro për 2 vite dhe do uleshe stoku i atyre dosjeve. Si? Duke shtuar nga 400 këshilltar ligjor, të cilët me një drogë dinjitoze, siç e merr gjyqtari i gjykatës shkallës parë, 2.5 milion lekë të vjetra po themun, plus minus gjë, do arrinte që ti avitej nga mbas gjyqtarit për rregullim dosjesh, për arsyetim e vendimesh dhe ti do arrinjet pastaj të ulje stokun. Në rast se neve do ecim me këtë ide që jemi sot, ma beso sepse e kam bërë këtë ulun tim, nuk kam dalë kështu me shkencë kot, po të them sikur këta gjyqtarë që kemi ne 310 që kemi sistem sot për sot, të punonin mjes drejt dark, pa asnjë lloj festiviteti, për ta ulë dhe pa marrë as edhe një lloj dosje tjetër plus, do të duheshe 5 vite që ta ulni të gjithë stokun e këtyre dosjeve. E kuptoni se për çfarë po flasim? Mirë, Kalaj, kjo pjesë vetëm shkurt se kam 2 pyetje tjera të lutem.
Nuk e di nëse kjo Flasim është zgjidhja, politikisht. ma mirë kupto. Për pjesën tjetër të arrestit me burg flas më lehtësisht sepse jam marrë me drejta e njeriu dhe e shoh nga i prizëm. Këtë pjesë nuk e di. Nuk e di nëse është e vërtet, do ta diskutoj dhe me kolegë të tjerë të cilët janë të fushës edhe që ua kam besimin dhe nëse ajo është zgjidhja besoj do ishte dhënë. Po gjithsesi më lejoj që të mos është fusha cilën mund të flas. Për këtë elementin e dytë që ka të bëj me arrestin me burg dhe arrestin shtëpiak që në këtë vend jepet si buk me djath, hiq rastin e Sali Berishës, sepse ishte mos zbatim vendimi. Hiq rastin e Fredi Belerit, sepse ishte dënimi i pashëm që ishte shmangur drejtësisë. E ke gabim dhe këtu. Hiq këto dy raste. Dhe hiq raste të tjera të cilat mundet që prokuroria të faktoj se personi... Lem vetëm Belinda Ballukun se kemi meraka të bido. Jo, më lejo ta them. Më lejo më ta them. Po jo, më zotri se këtë indi mendim me mua, thjesht bën sikur. Hiq rastin pra të atyre të cilët prokuroria arrin që të faktoj se përbëjnë rrezik real për të shmangur, rrezik real për të prishur prova. Rrezik real për të prishur prova që dje u habita që prova që kishte paraqitur Spaku qenë është një provë e cila ishte përpara dhënies së masës së mërshme të sigurisë. Në këtë rreth e mandateve kur është papranueshme për çdo qytetar me Dorina Beko dhe me Dritan Premçin, u ka thënë shprehnimisht zotit Ulsi dhe zotit Taulant, ne tha për shkak të hetimit nuk mund të flasim këtu me emra, edhe juve tha nuk mund të flisni këtu me emra, por tha lexoj këtu tha Taulant dhe Ulsi, tha emrin këtu tha, çfarë lexon mirë, lexoj tha. Bravo. Ky personin fjalë i botës krimit ka shantazhuar, ka kërcënuar këtë zonjë në fjalë, e cila është dëshmitare në gjyqin e Belinda Ballukut. Nuk futem dot sepse nuk kam qenë asun asnjë. Flas me fakte, nuk flas kohë. Po, më lejo, se ka një argument shumë të fortë që kam këtu. Po të lutem, të ngjosh një sekond tani. Po, karaj. Të lutem. Tani, unë nuk jam edhe një herë Ertil asaj idesë, domethënë pse zonja Balluku apo pse titri apo për shkak të profesionit që bëj, dhe të mos dua unë, pra edhe se kur ti kemi natë, për shkak të profesionit që bëj, unë do duhet t'i mbroj. Dhe duhet ta mbroj të drejtën njerëzore, atë që po flet Bido më përpara. Dhe kemi gjithë të vite që flasim për masën e sigurimit personal dhe ne nuk e kemi problemin aty zotë nderuar. Ne kemi problemin tek fakti, domethënë që kur ne na vjen tek dera e shtëpisë, atëherë shkujtohemi sepse do duhet kërkojmë drejtësi. Se ne këtë gjë nuk e kërkojmë asnjëherë në asnjë rast. Unë deputet i Partisë Socialiste jam, si jam deputet në një parti tjetër që e kam thënë dhe në momentin që s'ka ardhur në shtëpinë time dhe shumë kolegë tjerë. Po nuk është kështu. A dini ju që deputeti i Partisë Socialiste, ai që u dënua para pak kohësh, ish deputeti i Partisë Socialiste, shkoi në gjykatë, u hetua për 3 vepra penale shumatore, së cilës shkonte 17 vite burg dhe kur shkoi pastaj në gjykatë Spaku i kërkoi vetë për 3 vepra penale, kërkoi vetëm 3 vite burg. Po normale mos është shumatoria është abuzive më burg tani. Nuk do që shumatoria të jetë penal. Prit, që mos ta bëjmë shumë juridik. Do t'i kishin hedhur çelsat në jo, no Bido. Po nuk duhet një rast që kanë nëse ka shumatoria, prandaj po thonë që abuzon, sepse nuk ndodh që shumatoria të jetë pretens. Më lejo se tha diçka më. Po ma përmbyll këtë se po nga ana juridike se kupton shumica e popullatës. Po jo më e kuptojnë qytetarët, e kuptojnë se shohin se çfarë është bërë me arrestin me burg në këtë vend në 35 vite. Nuk është e vërtetë që nuk e kemi ngritur. Unë jam deputet i Partisë Socialiste. Kolegët që e kemi ngritur në parlament të tjerë, jemi deputet i Partisë Socialiste. Po ka dëgjuar, sot u kujtua grupi parlamentar. Po nuk është e vërtetë. Sepse grupi parlamentar i Partisë Socialiste ka ngritur kur ka dalë vendimi i Këshillit të Evropës. Këto janë çështjet politikës penale, po them edhe një herë, që nuk futet dot politika. Ne kemi ngritur si çështje, e kemi ngritur në vijimsi. Në rastin e parë, në rastin më të parë, që ne kemi të drejtën e votës, siç është ky rast, si instrument kushtetues dhe jo gjyqësor, ne po mbajmë eksaktësisht të njëjtin qëndrim që kemi mbajtur ndaj kujt do. Se s'm ka lënë asnjë pyetje. Bido, tani Antonio Costa sot është president i Këshillit të Evropës. Në të kaluarën ka qenë kryeministër i Portugalisë. Dolën disa përgjime dhe u dha dorëheqjen si kryeministër dhe doli pafajshëm. Pra ishe një keq kuptim, por ai vendosi standardin, dha dorëheqjen si kryeministër. Në rastin konkret, Spaku nuk do kisha arritur apo GKK-ja të pezullonte zëvendës kryeministren, në rast se në kërkesën e parë që bëri Spaku, pra
ajo ka dhënë dorëheqjen, siç u shpreh kryeministri 3 herë, por kryeministri nuk e siç u shpreh kryeministri them unë. Ndërkohë s'është pranuar nga kryeministri. A duhet ka dorëheqje të parevokueshme. Pra, ti vetë the. Prit se du dalë kjo. Pra po them, a duhet që në rastin konkret, se nuk bëhet fjalë për emrin Belinda Balluku, për numrin 2 të qeverisë dhe flasim për dikasterin, pra nuk flasim për emrin. Unë jam dakord që prezumimi pa fajësisë duhet prevalojë dhe jo të shkosh në burg. Dhe mbështes këtë që thonë ju. Por është kjo tjetra. Ti vetë the që ky standard në radhë parë duhet të saksojmë që është standard politik, që do të thotë që është në vullnetin dhe në marrjen parasysh të kostos politike, nëse ti e vendosë standard apo jo. Duhet jemi shumë qartu, nuk ka të bëjë as me element penal, as me element juridik. Është politik, pra, nëse një shumicë parlamentare vendosë që nuk do ta zbatoj këtë standard politik, i përgjigjet vetëm qytetarëve përkundrejt votës dhe askuj tjetër. Por, në rastin konkret, është zbatuar ky standard politik. Pra, të ta arsyetoj, nëse më lejon. Zonja Balluku rezulton që e ka dhënë dorëheqjen. Dhe është kryeministria i cili nuk e ka pranuar dorëheqjen. 3 herë. Është kryeministria i cili nuk e ka pranuar dorëheqjen. Bido ti po ta japësh një herë dorëheqje të parevokueshme, ta pranon apo ta pranon ty? Më lejo ta bëj pak arsyetimin, sepse po ti për populizëm, nuk po them që ti populist, po ti për populizëm është shumë e kollajshme. Ta pranon apo ta pranon ty ky ministri? Më pëlqen të bëj arsyetim logjik dhe jo populizëm, dhe arsyetimi logjik do pak më shumë. Nuk jam në konkurrencë me ty o bido. Populizëm. S'tash po bën populizëm, tash unë dua të bëj. Prandaj më lejo pak se dua të bëj një arsyetim politik. Po mi pa një pyetje kisha. Në qoftë se ti ke dëshirë të japësh dorëheqjen të parevokueshme, ta ndalon kush? Absolutisht jo, por nëse mua më arsye. Atëherë çfarë më bitim për? Më ta them, nëse mua më arsyeton. Po le ta them turp po burr. Ka dhënë 3 herë dorëheqje. Ka nevojë me 3 herë apo një herë ai. Ka për çesh me veten apo ka ardhur për të dëgjuar përgjigjen e asaj pyetje që ngrët. Dëgjoje pra. Sepse nëse unë jap dorëheqjen dhe më arsyetohet nga e prori që ka një interes më të lartë për të mos e dhënë, patjetër nuk e jap të revokueshme. Patjetër që jo. Dhe në rastin konkret, të bëra pyetje të parevokueshme. Po them që nuk ka arsye për të dhënë dorëheqje të parevokueshme, nëse interesi është më i lartë. Mirë, dhe në rastin konkret. Te nuk pranoj, më fal një sekond. Atëherë kush pas ka qenë kjo punë e dorëheqjes? Përse e shkarkoi Edi Rama dhe nuk pranoi njërin nga ato 3 dorëheqje? Kam 10 minuta kohë që po përpiqem të sqaroj. Po kam 10 minuta që ti po ndërhyrë. Okej, vetëm do pikërisht element, vetëm për mblidhje. Sepse po të shpjegoja. O Karaj, po dëgjoj pra, sepse po ngre një pyetje që kam 10 minuta që s'po më lejon ti të përgjigjem. Po pra le ta shpjegoj. Pra, në rastin konkret, standardi politik që mund të mos ekzistonte, sepse është politik si standard, ekziston, dhe nga ana tjetër, është kryeministri i cili nuk ka pranuar dorëheqjen, pikërisht sepse në rastin konkret kemi pasur një pretendim i cili për mua qëndron dhe individualisht përveç se politikisht, përveç se pra jam pjesë e një grupimi dhe duhet mbaj qëndrimin e atij grupimi, qëndron personalisht ai interpretim që nuk mundet të pezullohet një ministër, një organ kushtetues e kështu me radhë. Dhe i është lënë koha gjykatës kushtetuese që të shprehet, që nuk u shpreh dot, me një shumicë për ta qartësuar, shpresoj të qartësohet në të ardhmen. Jo, po lan fuqi rastin konkret më, po nuk arriti dot të shpreh mbi standardin. Pra nëse duhet bërë apo jo. Dhe në momentin që u la në fuqi rasti konkret pa u shprehur gjykata kushtetuese, pra pa arritur një interpretim juridik i cili do të na qëndrojë dhe në të ardhmen, atëherë, patjetër, u pranua dorëheqja, u zvendësua zonja Balluku, u zvendësua si zëvendës kryeministre dhe si ministre. Pasi u detyrua, pa pas duhet isha arritur deri këtu pra. Nuk e dim ne, nëse gjykata kushtetuese do të kishte vendosur që s'lejohet pezullimi, mund të ekzistonte prapë njëjta pasojë. Pra që të ishte pranuar dorëheqja zonjës Balluku, sepse po them edhe një herë, vendimi i gjykatës kushtetuese, e cila ne na saktëson për shumë vite, se çfarë janë cili është balanci i pushteteve shumë e rëndësishme se emrat individual. Sikurse të drejtat e njeriut dhe mos pranimi i arrestit me burg më nga kjo shoqëri si mas e parë, është shumë e rëndësishme ndaj rastit personal. Dhe këtu kam dhe kritik ndaj jush, që në tetor që shumë kolege kemi ngritur si çështje, s'ju ka interesuar fare, se nuk ju intereson mediave dhe debatit publik çështje që ka të bëjë me shoqërinë tonë. Dhe me pasojat që kemi ne mbi shoqërinë tonë, dhe në rastin që një rast individual, e ktheni pasaj se është pjesë e politikës të falenderoj shumë sepse do ta mbyll, se nuk mbarojmë kurrë. Faleminderit Bido, para se ta mbyll
zhvillim. Ka një zhvillim të minutave të fundit, jeni duke parë dhe në fleshin ton informativ, ka një sulm, një hakërim ndaj kuvendit. Është hakëruar emaili juaj që keni në kuvend? Nuk jam ndjeni. Parlament Pikal duhet ta keni, po jo? Po nuk jam ndjeni. Se ke parë fare? Po s'kam ndjeni se kjo ka ndodhur këto momente shikoj tani. flasim. E shikon dot aty? Kjo ka ndodhur kjo në momentin që flasim. Po ka ndodhur para një ore. Është hakëruar? Po s'është në një sekret, jo. Po e kuptoj, apo hapet apo jo, se janë disa emaile në një inbox. Se nuk është sekret. Nuk do të lexojmë emailet, thjesht. Nuk arrit do ta kuptoj. Po pra sa ka dalë lajmi bie që është hakëruar. Atëherë nuk hapet domosdoshmë. Po jo nuk arrit do ta kuptoj sepse kam disa emaile në një inbox. E kuptoj. Mirë, kam frikë bido se është hakëruar, por nuk po e thoni. Jo nuk e di, po nëse është hakëruar, se nuk ka ndonjë. Mirë, të falenderoj shumë. Ishte kënaqësi dhe do të jemi edhe herë tjera dhe padyshim këtë çështjen që ju e keni ngritur që në tetor që thatë, sepse edhe ne e kemi ndjekur. Mirë, ishim me Leonard Karajin dhe deputetin e Partisë Socialiste, zotin Ardit Bido. Shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare.